Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Natyrisht bashkëmetohet dhe koalicionet dhe partitë e tjera. Zgjedhjet e 11 majit janë shumë interesante, unë doja të bëni një shikim mbi listat të paktën nga mënyra se si mund të analizoj unë, po pa dhe një përfundim. Besoj që përfundimi ju mbetet secilit nga ju që ta përcaktoj. E para njerë në zgjedhjet e 11 majit ka një sër faktorësh interesant të cilët nuk besoj se kanë qenë në këto përmasa më parë. Faktori i parë, i pa, do të thënë, kalkulushëm paktën për momente, sepse nuk kemi një precedent, është pjesëmarrja e diasporës në zgjedhje. 250.000 veta afërsisht janë regjistruar, nuk e dim sa prej tyre do të votojnë, por për faktin që janë regjistruar mund mendosh që ata do të votojnë, ndërkohë do të jenë pjesëmarrës në zgjedhje. Janë rreth 14% më shumë vota, por problemi kryesor nuk është ky. Problemi kryesor është ky 14% i cili ndahet në qarqe të caktuara, sepse diaspora nuk voton vete. 250.000 vota ndahen në 12 qarqet, sipas vendodhjes primare që ata kanë pasur kur kanë qenë në Shqipëri. Kjo pjesëmarrje do të ndikojë ndjeshëm Tiranën, Elbasanin, Fierin dhe një sër qytetesh tjera, Durrësin padyshim, të cilat janë Korçën, në cilat dhe Vlorën, në cilat numri emigrantëve është i madh, dhe ku kjo përqindje që diku shkon edhe më shumë se sa 10%, 15%, mund të ndryshojë ndjeshëm rezultatin e votimit. Faktori i dytë janë partitë e reja, të cilat sa herë duken më agresive sa rastet e para, me përshtim vitit 2009 ku GNTH ka qenë mjaft agresive, nuk po llogaris 2005 sepse LSI ishte pjesë e rëndësishme e Partisë Socialiste e ndarë në dysh. Në 2009 ishte GNTH, më pas në 2013 ishte Aleanca Kuqezi, në 2017 ishte Libra, pra qenë një sër partish të reja, cilat dështuan, nuk patën mundësi të nismathurje në 2021, nuk patën mundësi. Kësaj here janë të paktën 2 parti politike të cilat duken mjaft ambicioze. Shqipëria bëhet e Adriati Klapajt dhe mundësia e Agron Shehit. Gjithsesi, nuk po i fus të 2 faktorë tjerë, sepse është e vështirë të them se çfarë do ndodhi me ato. Por po përqendrohem kryesisht tek listat. Cila ka qenë strategjia që partitë politike kanë ndjekur? Unë kam këtu listën e Partisë Socialiste. Partia Socialiste ka zgjedhur një strategji të tillë. Ajo ka vendosur emrat kryesor të ministrave, deputetëve në listën e hapur, me idenë që këta të marrin vota dhe të mundohen të përfitojnë nga diferenca midis listës mbyllur dhe numrit maksimal që mund të marrë Partia Socialiste. Kjo është shumë e vështirë. Thuhet në zgjedhjet e kaluara ata kanë pasur, në mos gaboj diku te afërsisht 19, 18 ose 19 mandate, kështu që nga 12 ju mbeten 6, 7, 8 në rastin më të mirë që do të luftojnë. Po për këto 8 vende luftojnë shumë veta. Në listën e mbyllur, Partia Socialiste ka vendosur Edi Ramën, Ogerta Manastiriun, drejtuese e qarkut Tiranë, Elisa Spirovalin, poshtu drejtuese e qarkut Tiranë, Lindita Nikolin, ish kryetare e kuvendit, Taulant Ballën, drejtuesi diasporës dhe ministër, Adea Pirdenin, ministre, Igli Hasanin, ministri i jashtëm, Albana Koçiun, ministre e shëndetësisë, Delina Ibrahimajn, ish ministre e financave, dhe ka vendosur emrat e rinj të Ilva Gjuzit, Iris Luarasit dhe Erion Malajt. Pra këto janë 3 emrat e vendosur në listën e hapur listën e mbyllur të Partisë Socialiste. 3 emra të rinj janë Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Të 3 këto janë personazhe që unë kam pasur në emisionin Opinion dhe janë një lloj risie. Ndërkohë që në listën e hapur, ajo që bën përshtypje është Anila Denaj, ministre e bujqësisë, Arben Pllumbi, deputet aktual i Partisë Socialiste. 3, Blendi Gonxhe, ministri i kulturës, ekonomisë dhe inovacionit. Blerina Gjylameti, deputete, u bën 4. Erion Braçe, deputeti më i vjetër i Parlamentit Partisë Socialiste, u bë 5. Etilda Gjon, Ervin Hoxha, Ermonela Felaj, ish ministre, deputete 6. Ervin Hoxha, ministri i brendshëm 7. Etilda Gjonaj, ish ministre e drejtësisë 8. Etien Xhafaj, deputet 9. Fatmir Xhafaj, deputet 10. Klotilda Bushka, deputete aktuale 11, Mimi Kodheli 12, Olta Xhaçka ish ministre, Mimi Kodheli ish ministre e mbrojtjes, Olta Xhaçka ish ministre e jashtme 13, Ornaldo Rakipi, deputet aktual 14, Pandeli Majko, 2 herë deputet, 2 herë kryeministri i Shqipërisë 15, Plaren Dreca, deputet 16, Toni Gogu, deputet 17, Xhemal Qefalia, deputet 18 dhe Ylli Shehu ish deputet 19. Janë 19 deputet dhe ministra që do luajnë nga 6 deri në 8 vende
në listën e hapur. Pra këtu do përqendrohet gjithë makineria e Partisë Socialiste. Thënë ndryshe, Rama ka zgjedhur të fusi emrat më të fortë për të bërë betejë që të mbledhin vota. Po ndërkohë, çfarë strategjie ka zgjedhur Partia Demokratike? Për Partinë Demokratike, në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, janë kryesisht emra dhe njohjet vjetra. Sali Berisha, kryetari i partisë, Edi Paloka, kryetari i Këshillit Kombëtar edhe të partisë, Albana Vokshi, kryetare e gruas, Belind Klliçi, që është drejtuesi i Tiranës dhe njëkohësisht ishte kandidat për zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm, Josefina Topalli, që është ish kryetare e kuvendit dhe koordinatore për opozitën, Besar Xhaferi, kryetari i Forumit të Rinor, Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, Erisa Xhixho dhe Tedi Blushi nga Partia e Lirisë, nga vendet e llogaritur për aleatët, Mesila Doda, e llogaritur nga PDU-ja dhe Klevis Balliu. Po të vësh re, numri më i madh deputetëve. Sali Berisha është deputet që në 91-shin dhe kjo ka qenë kritika për listën e PD-s, por mund të jetë një strategji që mund t'i vlejë PD-s. Sali Berisha që në 91-shin, Edi Paloka në 2001-shin, Flamur Noka besoj në 2001-shin, se jam shumë i sigurt, Josefina Topalli në 96-ën, Fatmir Mediu në 96-ën, Mesila Doda në 2009-ën, pra pjesa më e madhe e kësaj liste janë deputet me një karrierë shumë të gjatë, por duket se këtu mungojnë emrat e rinj me përshtim Besar Xhaferit, që është një emër i ri. Ndërkohë që në listën e hapur të Partisë Demokratike nuk ka figura aq të rëndësishme sa PS-ja, që ka futur ministra dhe deputet. Është Rivelino Çuno, Eduard Çaça, Dhurata Çupi, është një deputete e cila dhe më parë ka luftuar në listë hapur, 1, Petrit Doda, Aslan Dogjani, po ai deputet që do të luftojë, 2, është Altin Goxha që është i njohur, Petrit Gjorgji, Mihil Gecaj, Mimoza Hajdarmate ka qenë dikur deputete, mund të luftojë Edith Harxhi, po ashtu ka qenë zëvendësministre, mund të luftojë në vedi, Lisandro Hoxha nën kryetari i Forumit të Rinor, Florenca Hoxha, Shpëtim Idrizi, që është nga emrat kryesorë sepse duke qenë kryetari i PDU-s, ai mund të marrë votat e PDU-s për t'i futur në lojë, është Salvador Kaça, i cili në fakt ka pasur pjesë të zonën e Lezhës, përtej tyre është Adriana Kalaja, Akil Kraja, Ilir Meta, që është emri kryesor që ka mundësi reale edhe pse ndodhet në qeli, që të hyjë në Parlamentin e Shqipërisë për arsye se Ilir Meta mund të marrë votat e Partisë Lirisë ose ish LSI-s, cilat mund të orientohen tek Meta duke i siguruar atij diku mbi 13.000 mandate janë domosdoshme, mund të shkojë deri në 15.000 në bazë të rritjes nga diaspora. Më pas është Muslim Murizi dhe ky figurë që ka bërë betejë, por kryesisht ka qenë në zonën e Fier Lushnjës. Mbetet Sali Sheu dhe 2 emrat më kryesor janë Jurita Tabaku dhe Ilda Zhulali. Duke sikur këto dyja do rivalizonin për një vend listën e sigurt, po Berisha i ka lënë të dyja jashtë liste për arsye të futjes së partive të aleate, pra Dodës edhe Erisa Xhixhos. Jurita Tabaku ka dalë gruaja më e votuar në zgjedhjet e primare, kështu që pritet të bëjë një betejë. Thënë ndryshe, nga kjo listë, nëse nuk krijojmë paragjykime, Meta 1, Idrizi 2, Jurita Tabaku 3 duket sikur janë më të përgatitur për dyr betejë, por nuk duhet lënë mjan fakt dhe Muslim Murizi që bën betejë të fortë, Sali Sheu bën betejë të fortë, mund të ketë edhe kandidat tjerë, edhe Ilir Ali Mehmeti, kryesori, sepse harrova Kreshnik Çollaku në Temagën, Ilir Ali Mehmetin, Erisa Bajazitin. Ilir Ali Mehmeti konsiderohet një emër thuajse i sigurt në zgjedhje sepse ka qenë mjaft popullor në betejën për primaret e Tiranës, për kryetar bashkie doli në balotazh me Belind Klliçin, në zgjedhjet primare ishte numri 3 mos gaboj më i votuar i Partisë Demokratike, kështu që dhe Ilir Ali Mehmeti do jetë një kandidaturë mjaft e fortë, por PD-ja ka 4-5 kandidatura, ndërkohë PS-ja duket se ka lënë listën e hapur më shumë kandidatura. Kush do të jetë më strategji më e mirë? Ajo e Berishës, që ka luajtur me figurat tradicionale klasike të partisë në listën e sigurt dhe ka lënë më shumë figura të reja për të bërë listën e hapur, apo ajo e Ramës që ka futur më shumë emra, ka lënë diçka më të rinj në listën e mbyllur dhe ka lënë figurat kryesore të partisë dhe qeverisë në listën e hapur. Është e vështirë ta thuash, ne do ta shohim në zgjedhje, po gjithsesi kjo histori me listat e hapura të mbyllura është e sigurt, edhe pse në mendimin tim listat duhet ishin 100% hapura. 100% hapura, kush rendite i pari, kush merr më shumë vota i pari e në vijim. Kjo është një gjysmë hapje për të siguruar ca njerëz parti që s'dinë nëse mund të japi rezultat apo jo. Gjithsesi, zgjedhjet e 11 maj do të jenë shumë interesante.